Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë arrestuar presidentin e Venezuelës Nicolás Maduro. Ishte një operacion i forcave elit DEA amerikane, e cila gjatë një operacioni kapi, po themi, presidentin e Venezuelës dhe bashkëshorten e tij. Për të folur për këtë vendim, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e Jorgësen Zhlima. Zoti Zhlima, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, një vit i mbar për ju dhe familjen tuaj dhe qytetarët shqiptar që na ndjekin. Avokat, faleminderit dhe i gëzuar dhe viti i mbar dhe për juve dhe inshallah viti i mbar dhe për shqiptarët. Zoti Zhlima, si ju duket vendimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës që ndryshe nga siç jemi mësuar deri tani, në vend që të luftohet me shtetin, tashmë shkon edhe merr presidentin, e rrëmben dhe e çon në SBA? I nderuar, ky është mesazh për të gjithë ata të cilët mendojnë që pushteti është absolut dhe nuk ka asnjë ndikim nga të huajt. Duhet kemi parasysh që patjetër midis Amerikës dhe Venezuelës kemi pasur në të shkuarën konflikte dhe të brendshme për të jashtme, por mos harroni faktin që në Shqipëri ne kemi dhuruar sovranitetin ton për shkak të reformave të ndryshme, kur politika shqiptare, por edhe populli jonë në tërësi, ka dhënë në një farë mënyre sovranitetin ton tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet keni parasysh që Amerika nuk është thjesht një institucion apo një shtet apo një fondacion. Amerika është një, do të thoja, një linjë e vazhdueshme e qëndrueshme për të ruajtur interesat e saj. Dhe mos harroni faktin që në Amerikë presidentat e mëparshëm kanë pasur si qasje, por edhe si një, do thoja, plan kryesor interesave të tyre kombëtare që përbën ose përfaqësohen në mënyrë të denjë nga presidenti. Dhe në rastin konkret, presidenti i Amerikës, duke mbrojtur interesat e tij kombëtare dhe jo interesat e tij private apo të PPP-ve të famshme, mori një vendimarrje që cënon patjetër edhe traktatet e OKB-s, cënon sigurinë kombëtare të vendit ku u bë aksioni, por në fund fare Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes urdhrit të presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës Trump, u dha i qartë tek shtetet e të tjera që mos harroni faktin se un jam mbi ju dhe ju jeni askushi. Dhe ju duhet dini shumë mirë që gjithmonë në raste të ndryshme që kanë ndodhur, Amerika jep sinjalin, frenat dhe gazin e ke ti, pasojat e si do të përdorësh frenat dhe gazin e ke po ti, sepse mos harroni faktin se zoti Rubio tha i dham kohë Maduros, por ai nuk desh. Në fund fare ne vepruam sipas kërkesave të legjislacionit amerikan. Kjo do të thotë që është një mesazh për ata individ të cilët kanë pushtet në vendet e tyre dhe kanë një skandal apo janë përfshirë në skandale korruptive dhe skandale të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aksioni duke cënuar sovranitetin kombëtar të një vendit është një aksion i cili nuk mbetet sot një thjesht imagjinat, por është një aksion real, konkret, ku një president i zgjedhur nga populli, se kështu është kushtetuta e atij vendi, sot ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i pandehur dhe i akuzuar për vepra të rënda penale. Zoti Zhlima, a ndoshta mundet që Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të ndërmarrin dhe ndonjë veprim tjetër edhe ndaj vendeve të Ballkanit ose vendeve të tjera nëse ata nuk i shkojnë në përshtat politikave amerikane? Për Ballkanin Perëndimor ka një qasje tjetër më të rrezikshme dhe ajo për mendimin tim është pak më ndryshe për shkak se Ballkani Perëndimor është, do të thoja, fuqia e barutit, mos gaboj, dhe aty nuk do të kemi të njëjtën veprim, por mund të kemi veprime ndaj prokurorëve dhe gjykatësve, të cilët kanë vepruar në kundërshtim me interesave të Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe janë përdorur nga funksionarë të lartë amerikanë në kohën kur kanë qenë në pushtet për të eliminuar kundërshtarët politik të atij që ka pushtetin absolut në vendet e Ballkanit Perëndimor. Por
ne do të shikojmë se si projekt ligji për sa i përket masave që do cilët do të nështrohet Ballkanit sipas ligjit që do të miratohet në Kongres, duhet kuptojmë se si linja Trump do operojë, sepse në atë përfshihen disa PPP dhe nuk dim qartë azi në cilën PPP qeverisja e Shqipërisë ose një qeveri tjetër e Ballkanit Perëndimor ka ndikuar për kundër interesave të kompanive amerikane, por ajo që unë di dhe e kam me siguri këtë gjë, është që në Shqipëri nuk do të përdoret një aksion i tillë, por në momentin më të frikshëm, më të rrezikshëm, që mos të krijohet destabilitet, duhet të kemi kujdes këtë gjë. Dhe përveç kësaj duhet të keni parasysh që Shqipëria është antar i NATO-s, dhe duke qenë se jemi antar të NATO-s nuk do të bëhet një operim i tillë, por do të bëhet një operim i ndryshëm i cili thot avionin e more ta gëzosh, mund të ikësh, ose qeveri teknike e cila do të ketë si një kauzë ose si një detyrim integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra, të kemi të bëjmë me një bashkëqeverisje me Partinë Socialiste, Partinë Demokratike dhe partitë të tjera për një afat 2 vjeçar. Këto dy janë planet më të realizueshme dhe me sanksione që mund të ndodh për historinë tonë që një kryeministër të shpallet non grata në momentin ekstrem. Shpallja non grata nënkupton aksionin për Maduron. Dhe çdima ka pasur shumë zëra nga opozita që thonë që Donald Trump do ja bëj Ramës siç ja bëri Maduros. Nuk e bën dot zoti Trump këtë gjë, por do të bëj nën grada sipas asaj që i ka ndodhur Maduros, sepse Shqipëria është antar i NATO-s dhe në krye të detyrës nuk mund të ndodhë kjo gjë, sepse do të ketë në një fërkim dhe një konflikt institucional edhe do të ketë, do të thoja, një ndikim negativ për shtetet anëtare që janë pjesë e NATO-s. Pra, në rast se ndodh zoti Rama, është e sigurt që mund të ndodhi Francës, mund të ndodhi Gjermanisë, mund të ndodhi Italisë, mund të ndodhi Hollandës, mund të ndodhi vende të tjera dhe të gjithë këto lidere, të cilët kanë një fuqi absolute në vendet e tyre, do të jenë vulnerabël dhe nuk do të jenë të gatshëm të përballojnë një aksion të tillë në rast se do të vijë edhe vetë rradha e tyre. Prandaj nuk mendoj që do të bëhet në këtë formë, por e sigurta është që në momentin kur zoti Rama nuk pranon paktet, ashtu siç e kemi thënë vazhdimisht, shtyp gazin, shtyp frenat, po pasohet e di vet, duhet të keni parasysh që zoti Rama duhet ta mendoj mirë a duhet të qëndrojë apo jo në pushtet, sepse zoti Rama është i përfshirë në një rast skandaloz që është rasti me Gonigan, ku dosja është ende e hapur, nuk është e mbyllur dhe përveç kësaj ka edhe një tjetër skandal i cili nuk ka plasur, por është në vazhdimsi e sipër në fazë hetimore nga Prokuroria Federale, për sa i përket një pjesëmarrje të zotit Rama në një rast të basketbollit, mos gaboj, NBA mos gaboj quhet, për një hyrje për një biletë e cila nuk është paguar nga zoti Rama, por është deklaruar që është paguar nga dikush tjetër. Këto dy janë rastet më publike që kanë dalë. Nuk ju them raste të tjera të cilët kanë të bëjnë me individ të cilët janë sankcionuar nga linja Trump dhe aty përfshihen ato individ në takime me zotin Rama. Këtë nuk mund ta them sepse duhet patjetër të dalë edhe diçka tjetër publike, përderisa në këto momente nuk ka dalë, nuk kam pse unë të shpreh. Kur të vi momenti do të shikojmë se si do të jetë edhe pozicionimi i zotit Rama në raport gjithmonë me aksionin e zotit Trump, sepse mos harroni një fakt tjetër, ty janë ngjarje të cilët zoti Trump nuk harron kurrë dhe zoti harroi, është rasti 2016-s kur zoti Rama tha që zoti Trump është një rrezikshëm. Pra, në kuptimin rrezikshëm për zotin Rama, jo për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe popullin shqiptar, dhe rasti i dytë ishte kur zoti Rama në një konferencë me të tjerë funksionar të lartë të Shtetet Perëndimore vajte dhe bëri një shaka për rastin e Armenisë Albania që është ngatruar Trumpi. Këto janë dy gabime fatale që nuk falen nga
Trumpi dhe mos harroni faktin që zoti Trump në aksionin e Maduros tha diçka shumë pozitive tek Petrua. Petrua kush është? Petrua është presidenti i Kolumbisë dhe i tha kujdes prapanicën sepse në fund fare mund të vjedhet te ty. Dhe Trumpi tha përmes Pedros, tha tek çdo socialist tjetër ose specialist ose komunist, kujdesni prapanicën sepse do ju vi. Tani, a do tjetë në Ballkanin Perëndimor? Në fund fare, në mënyrë ekstreme, unë mendoj jo. Dhe a do tjetë e kënaqur opozita shqiptare që do të vi një moment i tillë? Unë mendoj po në një moment dhe në një situatë krejt ndryshe se sa ajo që ndodhi me Maduron. Prandaj, unë mendoj që opozita duhet vazhdoj aksionet dhe mos të flej gjumë, sepse në rast se do të flej gjumë edhe do të bëjnë ndryshime kushtetuese me Ramën, është sigur që Rama fiton. Në rast se nuk bën asnjë ndryshim ligjor kushtetues, është e sigurt që Rama është në gjendje të jashtëzakonshme dhe me avionin që ka porositur, pse jo mos ta marrë të bëjnë ai udhëtim. Zotë Zhlima, pasur parasysh që Shtetet Bashkuara të Amerikës duket se kanë nisur një revansh ndaj personaliteteve dhe drejtuesve shtetesh të cilët i kanë dalë kundër. A besoni që mund të shkohet që edhe ndaj Ramës në një moment saktuar Trump të mos bëj këtë që ju deklarua pra non gradat dhe qeveri teknike dhe të shkoj direkt me operacion, pra ose ti thot të udhëzoj spakun me që themi që e kontrollon spakun dhe në vend që ta marr po themi vet, urdhëro spakun që mund ta shpall në po themi ndonjë proces gjyqësor dhe t'i hap ndonjë çështje penale. Pra mund përdor ndonjë rrugë të dytë në ndaj kryeministit Rama po themi. Qose gjithmonë eci me teorinë që opozita thotë që e ka keq me SBA, nuk shkon në SBA, ka probleme me SBA. Atëre spaku do të ndihmoj zotin Rama në momentin më të vështirë që zoti Rama do të përballet. Është rasti me Gonigal. Spaku mund të marrë zoti Rama të pandehur për rastin me Gonigal. Kujdesni me çfarë faze procedurale. Në rast se unë e marr të pandehur, shteti që don ta marrë të pandehur, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e merr dot. Pra as e ndalon, as e procedon sepse në çdo moment ekstradimi apo marrje, shteti kërkues, pra ne, themi që nuk ka pse ju ta hetoni dhe ta gjykoni, e hetojmë ne dhe e gjykojmë ne. Në këtë moment, spaku mund të dalë si gardian që të ruaj dhe të mbrojë Edi Ramën. Dhe unë jam i bindur që në një moment të caktuar, në rast se do të kemi zhvillime shumë të mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshi dhe Ballkanin Perëndimor, duhet të keni parasysh që spaku kështu do veprojë. Por ajo që unë kam frikë është kjo, dhe mendoj se jo frikë, por është thjesht një pikpyetje, nuk besoj se do të ketë trim guxim dhe janë trimat atë spakut që të futen në vendin e zotit Rama dhe linja Trump të marri me avion gjykatës të posaçëm dhe prokurorët të posaçëm nga Shqipëria dhe t'i paketojnë në Amerikë. Nuk e di. Inshallah gabofsh ose ndonjëherë kur gabojmë ndalen, ose ndonjëherë kur bëjmë në ironi ose ndonjë shaka, dal, nuk e di si dalin, është e çuditshme. Kjo përgjithsesi nuk na intereson. Pra, nuk e di kush do të zej pozicionin për të bërë viktimën dhe kush do të bëhet autori. Por ajo që unë them është që në momentin kur ata që mbrojnë zotin Rama dhe mbushin ato buzat duke goditur opozitën shqiptare dhe duke thënë që në Shqipëri për çdo gjë fajin e ka opozita, do të bën statistik nga zoti Rama. Pse do të bën statistik nga zoti Rama? Se përfshi rastin që ju përmenda, nesër linja Trump i bë statistik dhe i thot ju paketoj dhe ju marrë të gjithë në Amerikë dhe ju gjykoj këtu që keni shkelur ligjet federale. Pra, duhet kemi parasysh që rasti për zotin Rama edhe po ngushtohet, por kush nuk e shikon? Nuk e shikojnë militantët,
nuk shikojnë ata të cilët janë në pushtet, sepse janë kaq shumë të hetur ndaj pushtetit dhe s'kan mundësi të shikojnë se janë bërë të pa imagjinueshëm, sikur i kanë gjithçka, i kanë ato në dorë dhe i komandojnë ata. Dhe në fund fare, në një moment kardinal që duhet dikush të marrë vendimarrje, duhet patjetër të marrë vendimarrje pa emocion, por me logjik. Dhe mos harroni faktin që gjatë gjithë kësaj kohe në Shqipëri ka ardhur një avion, po nuk ka ardhur për atë që u dham publikisht që bëri transportimin në një gjë në Vlorë, po ka ardhur dhe e mbajmë ne këtu. Pse e mbajmë ne këtu? Nuk e di. Por ajo që ju duhet kuptoni është kjo. Në rast se një avion ka flamujt turq, duhet keni parasysh diçka që automatikisht ushtria ajrore e Turqisë ka detyrimin kushtetues dhe ligjor ta ruaj dhe madje të shkrepi edhe sinjalin e luftës për të eliminuar çdo lloj personi që mund të afrohet të avionit turk. Histori e bukur, interesante për filma. Inshallah nuk bëhet realitet. Dhe prandaj, ky avion në një moment të caktuar do aktivizohet. Tani ky avion do aktivizohet për interes kombëtar të shqiptarëve apo do aktivizohet për interes personal të zotit Rama. Këtë që nuk di dhe nuk mund ta them dot. Por çdo funksionar publik nga 1 janari 2026 në maksimumin e marsit të 2027, maksimumin të marsit të 2027, duhet të reflektojë. Është sigurt që nga janari deri në shkurt të 2026 do të kemi, sikur po bëhen fërkime dhe përplasje ndërkombëtare, do të kemi trazira në vendet e lindjes në kuptimin e demokracisë për shkak të Maduros, modelit, nga marsi 2026 në maksimumin e marsit të 2027, edhe them në maksimumin sepse mund të kaloj 1 muaj, 2 muaj pas marsit të 2027, do të shikojmë situata dhe ngjarje të cilat kurrë nuk i kemi parë dhe do duken si filma. Dhe këtu në këto momente duhet të përqendrohemi të gjithë që zoti Trump brenda 2 vjeçarit e pastron të gjithë atë që ne themi ngjarjen ose më mirë hartën politike të socialistëve, të specialistëve, të hajdutëve dhe të atyre të cilët marrin në qafë popullin duke thënë për komunizmin që të gjithë jemi të barabartë përveç atyre që janë në pushtet. Prandaj, linja Trump godet në të njëjtën kohë dhe të gjithë ata të cilët kanë qenë pjesë e Sorosit. Pra, pjesë e Sorosit nuk janë ata të cilët kanë dyshuar ta bel dhe për shkak se janë në situata vulnerabël, por do jenë persona të tjerë të cilët do të kenë mundësi që të aktivizojnë në jetën publike dhe politike të vendeve të tyre respektive, përfshi edhe Shqipërinë. Prandaj ju them që ngjarjet që po ndodhin në Amerikë dhe në botë do jenë ngjarje të cilat do të japin tek vendi jon, jo shpresë për shkak se edhe kështu do përdoret në Shqipëri për shkak se opozita mund të ketë vetë si një shpresë, por duhet keni parasysh që në Shqipëri do të shikojmë gjëra tani e tutje të cilat nuk kanë ndodhur ndonjëherë. Jo si i bën qeverisja e Shqipërisë, po sepse faktori ndërkombëtar dhe linja Trump do të veprojë dhe mos harroni një fakt tjetër që do jetë shumë i çuditshëm, por është në studim e sipër, në rast se do të kemi në 2026 deri në fund, më mirë t'japin dorëheqjen gjykatës posaçëm, shkallës parë dhe shkallës dytë dhe prokuror posaçëm, të dhe zakonshëm nuk e besoj, po gjithsesi përfshin ata që mundet t'i marrin një avion dhe t'i çojnë në Amerikë. Gabofsha, nuk e di, por 2026
për sistemin ton politik dhe gjyqësor do jetë shumë i çuditshëm. Për ata që kanë bërë gabime, më mirë të japin dorëheqjen të largohen sesa t'i vi avioni tek dera. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë ju falenderoj shumë.